Albana dhe zë mikrofon. Kur të vije puna e qeverisë që është përgjegjësi e subjektit fitues në mënyrë ekskluzive, atëherë ne do ta dëshmojmë vetën. Tash kuvendin duhet ta bëjmë të gjithë bashkë. Pra kuvendin nuk e themelon subjekti fitues. Pavarësisht sa vota i ke, duhet që të bëhemi bashkë ta themelojmë kuvendin. Ata që kanë shkruar kushtetutën e kanë pas të qartë qëllimin. Prandaj edhe nga 5 nënkretar të kryesisë së kuvendit, vetëm njëri ja kanë lënë subjektit fitues. Lëvizjave të vendosën në zgjedhjet e ardhshme mund t'i marrë edhe 80%. Po sërish do ta kemi vetëm një nënkretar. Dhe për çdo nënkretar nevojiten 60 vota. Andaj, unë kam propozuar, por nuk është respektuar, nuk është përfillur madje një gjë e tillë, të ulemi bashkë dhe në paket t'i votojmë nënkretar të kuvendit edhe të kalojmë tek ato 15 ditë kur duhet të formohet qeveria me mua si mandatar dhe kur unë duhet të dëshmoj vetën e opozita e ka shansën të më testoj. Apo të tëni të bënë një marrëveshje politike jashtë LDK-s që ka refuzu kryeministri. Dhe cila puna ju në këto 48 orë si lider politik i lëvizjes vendosje, pra që të siguroni votat për ta kriju shumicën parlamentare? Me datën 1 maj, unë jam përpjekur që të bëj marrëveshje për votim në paket të kryesisë së kuvendit. Kryetarja e vetëvendosjes, nënkryetari i vetëvendosjes, nënkryetari i PDK-s dhe nënkryetari i LDK-s. Mandej do t'i kishim edhe 2 pakicave. Por nuk erdhi kryetari i LDK-s në takim dhe do duhej që të ishim të tre aty. Mua mu tha që duhet të kemi marrëveshje politike, jo marrëveshje për procedurë. Ofrova bisedime për koalicion qeveritar LDK-s. U refuzua shumë ashpër. Kur nuk duan as marrëveshje për procedurë për themelim të kuvendit, as marrëveshje politike për formim të qeverisë që në fakt është hapi i radhës, jo i pari, atëherë çfarë të bëjën? Unë po e kryej obligimin tim duke mos munguar në asnjë vazhdim seance. Prej se kemi filluar me datën 15 prill, mu më keni pasur aty çdo 48 orë. Unë po flas këtu dhe nuk po flas te Kuvendi i Republikës, sepse atje jam njëri nga 48 deputetët e subjektit fitues, kaq. Ndërkaq që këtu jam si kryeministër në detyrë. Sa më parë që i formojmë institucionet e reja duke themeluar kuvendin, do të jetë edhe më mirë për Kosovën si shtet, por edhe do të jemi në ballë të detyrave që kemi si deputet të zgjedhur me 9 shkurt para qytetarëve të Republikës. Faleminderit.